Cili namaz? Namazi sabahut. Namazi sabahut. Edhe këtu i kemi dy kategorit njerëz. Plus i treti. Dy janë që falen. Kategoria e parë, që unë mendoj që duhet me qenë brenda kësaj, duhet me dalë në xhami. Kemi kohë me marrë abdes, edhe me shku në cilën xhami duhet. Ose që dhe mendoj që në atë kohë shkon të xhamia ma afër. Para që unë mëse veten dhe të gjithë njerëzve që duhet na dëgjojnë, domethënë namazin e fal në xhami. Edhe pse kategoria e dytë kemi ndoshta më pak janë, që e falin namazin në shtëpi, hinë kohë namaz, e falin në shtëpi dhe normale, binë me fletë, pushojnë, në rregull. Çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Sa më shumë me ecë duke shku në xhami, më shumë sevap merr. Mos lasim për namazin me xhamat. Namazi me xhamat është më i vlefshëm dhe më i dobishëm se namazi vet për 25 ose 27 gradë. 25 ose 27 sevapi i ke më shumë se sa më fal vetë të shtëpia. Nëse falesh vetë të shtëpia, vetëm obligimin ndaj Zotit e ke përfunduar, ke kry. Ama nëse falesh në xhami, edhe obligimin ndaj Zotit plus 25 ose 27 sevape, dy transmetimi janë për punën e sevapeve ose për të mirave që Zoti t'i jep se falesh pas imamit. Që do t'i gjesh ditën e gjykimit? Normale, këtë punë lidhen me ditën e gjykimit. Nëse në këtë kohë, në këtu brenda kësaj bote, i lidhim të gjitha punë se si do t'i dalim në qosh, për shembull mësimin, provimi, puna, rroga, gjithçka lidhet me një me fundin, me një dobi, apo edhe adhurimi, ashtu Allah e ka caktuar. Secilin adhurim e ka lidh me sevap dhe ka lidh me të mirat në ditën e gjykimit. E puna më e madhe që mundet me ndodh një njeriu është hyrja në xhennet inshallah. Amen. Të kthehemi pra. Namazi sabahut. Do me thonë namazi sabahut, mirë po tash namazi sabahut prap brenda atyre që shkojnë në xhami ka kategori. Kategoria e parë që shkon para se me thirr ezani. E ndëgjon ezanin. E përsëri o mirë me përsëri secili atë që e thot muezini. Për shembull muezini thot Allahu Ekber, ti si xhamat thua Allahu Ekber, deri në fund. Pastaj i fal sinet. Pastaj lidhesh imami Allahu Ekber në farzet e sabahut, ti Allahu Ekber. Kategoria e dytë. Imami në ditën rekate henes në xhami. Cila është më e vlefshme? Absolutisht e para. E para. Ama dhe dita nuk është për më u fugë. Unë s'po e s'po anashkaloj ditën. Edhe ai ka namazin me xhamat sen, mirë, po cila është më mirë? Por atë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që shkon në xhami dhe lidhet me imamin. Po. Imami Allahu Ekber, xhamati Allahu Ekber. Kjo më i miri. Më i miri, po. Duke mos i anashkalu të tjerë. Do të thonë kategoria e parë është ata që shkojnë falen në xhami. E dyta që nuk anashkalohet, ata që falen në shtëpi. Çka më bë tretës që nuk e fal hiç. Allahu na ruaj nga kjo. Allahu ju zoft ata dhe neve. Ti bi mas kësaj çështje. Namazi numër 1. Namazi, shive. Para agjerimit o namaz. Para agjerimit. Shive kushtet e fesë shumë bukur janë të rënditura. Shahadeti, pas të vjen namazi. Namazi është bon detyrë për njerëzit obligim në qiell, në miraç, në udhimin e Muhamedit që ka bën miraç. A këta tjerat janë me kushte tjera. Shembull, namazi. Nuk ka asnjë argument për mos më fal. Nuk mundesh me sjell ndonjë argument se s'jam fal, se mundesh me fal prap. A jam i qartë? Po. Ai je i semur, e fal shtrit, e fal ulur, e fal spital, e fal veç me mendje, je i palëvizshëm, falesh me namazi nuk anashkalohet, nuk lihet. Agjerimi ka plus kushte. Nëse ke shëndet, agjeron. S'ke shëndet, nuk agjeron. Namazi, ke shëndet, pa tjetër mu fal. Para mendoj çfarë rëndësie ka namazi. Edhe këta zeqati shembull, ke tolla jep zeqat, nuk jep. Haxhi, ke shëndet, ke mundësi financiare, shkon haxh, po nuk ke, nuk bjen si detyrë, ama namazi jo. Edhe i këshilloj të gjithë besimtarët që namazin mos e lini. Prit namazit, pastaj. Ata që kanë kohë, e falin namazin e sabahut.
Nëse s'ke ndonjë detyrë, ndonjë obligim, është mirë me ndejt në vendin që e ke falë namazin e sabahut. Mos me lëviz. E ban lutjen, ata Dhikrin. subhanallah, dhikrin, do të thotë përmendjen e Zotit, subhanallah 33 herë, elhamdulillah 33 herë, Allahu ekber 33 herë, pastaj rrit derisa Lindi djeli. po. Një namaz që quhet salatu duha. Namazi pas lindjes së diellit. Dielli fillon me njëherë, si të thirë ezanin galla. Apo? Po, da, po. Mirë po, kur lind dielli komplet, kështu mirë, duket krejt, atëherë hin koha e namazit duha. E tash, duke e prit namazin duha, çka mundet me bën njeriu në xhami? Dhikr. Ama mos me marr telefonin me vetë. Po, da, po. Ose me lexu Në të Kur'an. shtëpia. Se në momentin që e ke telefonin me veti, i lexon një faqe Kur'an e 3 faqe në Facebook. Problema Po, telefoni, po. Apo unë për vetë jam duke folur. Absolut. Unë po flas për vete, se askush nuk kam angel, as me laç. Po, da. Se cili kena gabimet e tona. Lexon Kur'an, edhe pastaj kur të hin 40 minuta, koha e salat, i fal 2 rekat namaz. Nëse je i lirë, nëse si je i lirë, shkon në punë, gjithçka në rregull. Po shembull e shtunë e diell. Shtëpia askujt nuk i ik. E njeriu më i lidhur me Zotin mundet të jetë në xhami, pse nuk të pengon askush. Fal namazin, shkon pastaj, po shan pak ose vazhdon me punët e përditshme që ki.